Nata ndërrimit të viteve sjell një fluks të shtruar në repartin e urgjencës së Spitalit Rajonal të Shkodrës. Drejtori i Spitalit të Shkodrës, Senat Halluni, në një prononcim për mediat, tha se spitali ka marrë masë të nevojshme për të garantuar shërbim të sigurt të pacientëve. Halluni theksoi se është shtuar numri i stafit tek urgjenca. Spitali Rajonal i Shkodrës ka marrë gjithë masat organizative, operacionale, administrative dhe mjekësore për të garantuar një shërbim të sigurt, cilësor dhe profesional të pacientëve. Janë marrë të gjitha masat në hartimin e grafiqeve, me strukturat mjekësore, me stafin infermieror, me strukturat mbështetëse, sanitetin, strukturat e hotelerisë, strukturat e zyrës teknike, dhe gjithë stafi është në gatishmëri maksimale për të garantuar shërbimin e sigurt dhe cilësor. Duke pas parasysh se fluksi më i madh në vite është tek urgjenca, ne kemi shtuar numrin e mjekëve të urgjenca dhe stafin për të pritur qytetarë që mund të kenë nevojë. Ashtu si kundër janë marrë gjitha masat për gjithë zinxhirin terapeutik dhe diagnostik. Pra diagnostik qoftë laboratori, qoftë pajisje diagnostike, që janë të gjitha në kapacitet plot, qoftë me masat e tjera, ngrohja, siguria, e tjera, dhe janë gjithë në 24/7 në gatishmëri të plot në shërbim të asaj që është misioni i Spitalit Rajonal Shkodrës, garantimi i cilësisë brenda standardeve dhe sigurisë të dhënies shërbimit. Planin e masave që kemi marrë është edhe bashkëpunimi me strukturat e emergjencës dhe detyrimet që na obligojnë ne për të qenë në eventet ku ka takime me shumë njerëz, për të qenë prania e autoambulancave. Të jeni qetë, vetëm të festoni dhe gjithmonë ju uroj festa të mbara.